Sekretari Amerikan I Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka thirrur një takim me ushtarak të lartë amerikan nga I gjithë bota. Sipas agjencisë Reuters, takimi do të mbahet javën e ardhshme në Quantico të Virginias dhe sipas 5 zyrtarëve që folën me agjencinë e lajmeve, është një takim I rrallë I udhëheqjes ushtarake amerikane në të njëjtin vend. Nuk është ende I qartë pse sekretari Hegseth ka urdhëruar gjeneralët dhe admiralët të takojnë në të njëjtin vend, ndërkohë dy burime I thanë agjencisë Reuters se kjo ka krijuar pasiguri midis pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit po përpiqen të ndryshojnë planet dhe të shohin nëse duhet marrin pjesë, tha një zyrtar amerikan Reutersit, duke folur në kushte anonimati. Gjithashtu nuk është e qartë se sa zyrtar do të marrin pjesë. I pyetur për një koment, zëdhënësi I Pentagonit, Sean Parnell, tha shkurt: Sekretari I Luftës do t'u drejtohet udhëheqësve të lartë ushtarak në fillim të javës së ardhshme. Presidenti Trump ka urdhëruar departamentin të ndryshojë emrin nga Departamenti I Mbrojtjes në I Luftës, një ndryshim që kërkon miratimin e Kongresit. SBA ka trupa në mbar botën, përfshirë në vende të largëta si Korea e Jugut, Japonia dhe mbarlindja e mesme që komandohen nga general dhe admiral me 2, 3 dhe 4 yje.